këto gjëra që kanë rrjedhur në media, përbën një figurë problematike që shtyn prokurorin dhe gjykatësin që ta lërë në burg Kryetarinë e Bashkisë së Zgjedhur Veliaj? Gjithë aq sa dim, aq pak sa dim. Veliaj ka bërë shumë gabim që i ka bërë këto, pra këto të thëna për. Po ka qenë në se i panderi thash se jo vetëm Veliaj është emocional dhe ka shpërthy. Tani ka bërë shumë gabim, por nga ana tjetër këtu për mu jo vetëm për këtë prokuror, por për gjithë prokurorët, mjeti juridik janë kërkesat tek organi procedues. Duhet bëjt. Tani, por nga ana tjetër, edhe Veliaj ka bërë disa kërkesa në djenin time dhe shteti nuk po i përgjigjet organet e shtetit. Cilat janë ato? Një kërkesë e para është kërkesa për përjashtimin e këtij prokurori me pikat përkatëse. Kush e ka në dorë? E ka titullari, që duhet shprehet. E para. Arti Dumani. Po, e dyta, ka kërkuar mbarimin e mandatit nga KLP-ja dhe nga ILD-ja. Tani, shteti, organet e shtetit, pra siç ky rast konkret jam dakord, ai ka bërë shumë gabim që e ka sharë prokurorin. Po. Sepse nuk duhet me sha, ti bëj anën procedurale, është moment emocional. Ate ka bërë në shumë statuse, i ka thënë manjak, i ka thënë përveç. Nuk shahet prokurori. Nuk shahet, i ketë shketë. Kjo është gabim, më çasha i fëmija që thua është gabim? Kjo është skandal, më. Si që ka gabim? Po, në kjo është gabim. është shumë i rëndë, pra. Në ishte kopë, është bërë një gabim, Ore, seriozisht e ke? Po të flasësh më burë, po ke bësh nga kisë penale, se ta se për këtë tani. Po jo, mos po them. Ore, mirë ti që ke këto pyetje ti. Me kë po fletë? Se me qajmi ne, se mi gjotin këtu ta vrasim ne. Po ti kështu po tu ka bërë gabim. Po qa është ky me që merr telefon, flet brenda, urdhëron, shantazhon, ngre skema, ngre grupe. Edhe ta falim në këtë se ka bërë gabim. Atere prokurori neni 318 kodit penal, në rast se prokurorin po, vazhdoa. Po se po më dëpresin, da se ndihet i fyer, a i do të bëjë kallëzim penal, po me të flasje, duhet bëjë kallëzim penal për këtë fyrje të organizuar, shumë të organizuar. Jo, këtë e thejti, se thamë ne. Ne në pretendojmë që këtë tjetë, ti pretendojmë këtë. Ju i nëzirë një vetë këtë, se thamë në këtë. Po, e ndosha, ty për të banalizua. Po jo, se deri sigur e themi ne, se i dëgjona a i e thot. A i tha, neve s'kemi thënë gjë më regull, a i tha, që që jem regull. Tani, duhet bëjë kallëzim penal për fyrje. Ndërsa, nga ana tjetër, organet shtetërore, sepse me sa diun, edhe dhënat media, Veliaj e ka i farë drejten, lidhe me emërimin e prokurorit Olzdata. KLP-ja dhe ILD-ja duhet mblidhen. Nëse është emëruar në kundërshtim me ligjin, duhet ta verifikoj. Nëse çfarë lidhje ka pas me ish prokurorin e përgjithshme Ina Rama, 2. Tetoj çfarë është lidhje këtyre 3, sepse janë shkel ligjet e Republikës së Shqipërisë.